Lëvizja vetëvendosje ende nuk ka vendosur nëse do të tentoj të formoj qeverinë me një kandidat tjetër për mandatar. Të premten, kryetari i kësaj partia Albin Kurti kërkoi disa ditë kohë presidentës Vjosa Osmani që t'i kthej përgjigje nëse do të kërkoj edhe një mundësi tjetër apo do t'ju bashkangjitet partive të tjera që janë përcaktuar për të shkuar në zgjedhje të parakohshme. E të hënën në lidhje me vendimin që do të marrin, përgjigje nuk kthyen nga lëvizja vetëvendosje. Në pritje të vetëvendosjes është edhe presidentja Vjosa Osmani, e cila ka kohë deri të mërkurën të mandatojë një kandidat tjetër për kryeministër apo të shpallë zgjedhjet. Sipas analistit Blerim Canaj, ndërrimi i kandidatit për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje nuk do të ndryshonte situatën. Kushdo që tjetë nuk e besoj që tani më ka gatishmëri që të votohet, për shkak se për votimin e një kandidati do të ishte mirë që tjetë apo të futet në bisedë dhe çështja e presidentit, për shkak se nuk ka kuptim që ne tani të shkojmë në zgjedhje dhe pastaj prapë të shkojmë në zgjedhje diku në muajin prill. Sipas tij, zvarritjet në dhënien e epilogut të situatës aktuale ju shkojnë për shtati të gjithë taborëve politik. Interesimi i strukturës politike që të zgjidhen këtë çështje është madje jo vetëm i mangët, por nuk ekziston fare, për shkak se kalkulohet kështu, ka kalkulime personale, madje as partijake tani më jo. Momentalisht jemi në një krizë shtetërore dhe për këtë krizë shtetërore faji dihet ku është, thjesht mungesa e gatishmërisë për kompromise politike. Të premten, presidentja Vjosa Osmani nuk ka treguar se mbi çfarë kriterësh do të vlerësojë nëse kandidati eventual i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër ka gjasat më të mëdha të marrë votat e nevojshme në kuvend për formimin e qeverisë së re. Në rast të mandatimit nga presidentja, kandidati për kryeministër ka kohë 15 ditë që në kuvend të prezantojë programin e kabinetin e tij. Në mungesë të kandidatit tjetër, presidentja Osmani duhet të shpallë zgjedhjet që duhet të mbahen brenda 40 ditësh.